Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Pasion Kushine. Sot do përgatisim së bashku një recetë shumë të veçantë. Është një tavë me peshk levrek dhe qep. Përgatitet thjesht, është aromatike dhe plot shije shtëpie. Nëse ju pëlqejnë recetat me peshk dhe gatimi me dashuri, kjo video është për ju. Fillojmë nga puna. Këtu kam 2 peshq, i kam pastruar nga pjesa e brendshme dhe kjo pjesa e veshme. I bëjmë një prerje dhe do t'i bëjmë një marinim të thjeshtë, pasi peshku është shumë i freskët dhe nuk ka nevojë për erëza. Vetëm pak krip, piper të zi dhe vaj ulliri. I shtojmë edhe vaj në fund dhe lëm të pushojnë derisa ne të përgatisim mbushjen. Për gati 15-20 minuta. Do marrim 2 qep. Janë të një madhësie mesatare. I pastrojmë qepët shpejt. Nuk do t'i presim shumë të vogla, por do t'i presim gjysmë rrethore dhe holl. Duke i prerë dhe më pas duke i vendosur në një tigan. Shtojmë edhe qepën tjetër. E presim po në të njëjtën mënyrë. E shtojmë edhe qepën tjetër në tigan. I ndajmë pak me duar qepët për t'u skuqur më shpejt. Do t'i shtojmë pak vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një skuqje të plot. Ja qepa ka filluar të marrë ngjyrë. Në këtë moment unë do t'i shtoj një lugë të çajit me miell për të rregulluar pak konsistencën e tavës së peshkut. Jo shumë miell. Më pas shtojmë 2 lugë të gjellës me salcë domateje. Këtu kam 4 domate pomodorini. I ndam në 4 pjesë dhe i shtojmë në tigan. 2 thelpinj hudhër. I grim edhe hudrat. Dhe në pak minuta mbushja e peshkut është gati. Për t'i shtuar më shumë shijen, po i shtoj 1 filxhan kafeje në verë të kuqe. Dhe sa po ta avulloj alkoli, do ta largojmë tiganin nga zjarri. Natyrisht e kemi rregulluar me krip, piper të zi dhe e kemi gati për ta bashkuar me peshkun. Do t'i shtojmë në fund fare pak ujë sa shplava tiganin, pak në energjik dhe direkt në furr diku tek 20-30 minuta kur ta shikoni që është bërë gati, të ketë ngelur me pak lëng. Dhe shikoni si duket peshku. Është perfekt. Edhe lëngu është atje ku duhet dhe skuqja e peshkut gjithashtu. Faleminderit që ishit me mua edhe sot. Shpresoj që kjo tavë me levrek dhe qep t'ju ketë pëlqyer dhe ta provoni edhe ju në shtëpinë tuaj. Mos harroni të lini një pëlqim, një koment dhe ta ndani videon me miqtë tuaj. Me dashuri nga kuzhina ime.